Zoti Krah, do ndalemi më pas tek figura e Pirros më gjërësisht, por duke referuar sërish Aleksandrit të Madh, është e vërtetë që fushata e tij e parë ushtarake ishte kundër ilirëve dhe a i konsideronte ai ata si një kërcënim të madh? Atëherë, atë që thash dhe më parë, kur u bëhe lufta e madhe e Trojës, në gjykimin tim ishte aty që mori zënafill ndarja midis tre mbretërive të fuqishme, ajo ilire, ajo maqedone, ajo epirote. Kur themi ilire, përfshi dhe atë Dardane, pasi ishte po ishin kushërit të afërt njëri me tjetrin. Dardanët dhe ilirët, pra, sepse Dardanët vetë ishin një fis ilirë. Jo se ishin më pak maqedonët dhe epirotët, por ato kishin marrur si thua një tjetër drejtim në periudhën kur flasim në shekullin e 4 para Krishtit, kur bëhet fjalë për Aleksandrin e Madh. Ai luftën nuk është se bëri me ilirët sepse ato i urrente. Ai kishte jetuar në oborrin mbretëror të ilirëve, ishte rritur aty, kishte marrur artin ushtarak. Pra ai e bëri për atë sepse kishte nevojshmëri që të siguronte kufirin verior. Ai në atë kohë ishin dy mbretërit, njëri me tjetrin që ishin të fuqishëm në mbretërinë ilire, që ishte Glauku dhe Kliti i Ilirisë. Pra këto që të dy donin që të zgjeronin hapësirën e tyre jetike drejt territorit maqedon të asaj kohe, kaluan liçenin e Ohrit të sotëm dhe shkuan drejt Liknidit, pra Liknidit të atëhershëm, dhe shkuan drejt territorit të Maqedon. Dhe në atë kohë ai nuk kishte rrugë tjetër, duhet që t'i ndalte sepse ai e kishte ndarë mendjen që të bënte fushatën drejt lindjes. Pasi kishte nënshtruar përfundimisht qytet-shtetet greke, pasi i kishte vënë në hyshpin e tyre përfundimtar, ai donte të siguronte që nuk do kishte probleme nga ilirët. Dhe prandaj ndodhi përplasja me Klitin dhe me Glaukun. Kliti nuk u vra aty sepse ka shumë thënie që u vra, ai nuk e ndoqi për ta vrarë, por vetëm në Pelio ai fitoi betejën në Pelio dhe ilirët në atë kohë u tërhoqën dhe bën një pakt. I furnizuan ushtar për fushatën e tij që do bënte në linjën e mesme dhe më tej pastaj drejt Indis. Pra nuk ishte një luftë deri në gjakun e fundit, siç bënte ai me grekët që i rrafshonte gjithë dhe i vendosne nën sundimin e tij. Ndërsa me ilirët ai nuk bëri gjë tillë. U përplas, pati betejën e parë humbi dhe fitoi të dytën, pasi ilirët nguruan që ta sulmonin më tepër, dhe Glauku së bashku me Klitin u tërhoqën në oborrin e tyre mbretëror dhe vun paqen mes tyre. Pra nuk ishte një luftë e përsëris prapë si thua deri në urrëtie, deri në përplasje definitive. Por ishte thjesht një si thua një paqe për të pas siguri për fushatën që do bënte dhe për siguru kontingjentin ilir që do shkonte për ta ndihmuar në luftën që do bënte ai drejt Persisë. Zoti Krah, ju e përmendët paksa, është e vërtetë që e vetmja humbje e Aleksandrit të Madh ishte pikërisht ndaj këtyre dy mbretërve të mëdhenj ilir? Po, është më së vërtetë. Kishte vetmja humbi të parën, por e fitoi të dytën sepse nguruan qoftë Kliti, qoftë Glauku, nguruan për të vazhduar ndjekjen dhe sepse nuk i kishin atë ta përsëris prapë, nuk kishte ajo si tu rrethja e brendshme, ato njiheshin njëri me tjetrin. Pra në atë moment ato unalen, ai përfitoi në luftë, pastaj dihet edhe midis dy klaneve fisnore të njëjtit popull, sidomos në ato kohë, ka pasur një rivalitet të madh mes tyre, gjë që ka bërë me fjalë që të sulmonte dhe fitoi të dytën. Ndërkohë që jemi tek Aleksandri i Madh, unë nuk mund të vi pa përmendur mësuesin e tij personal, që është diçka shumë interesante për një figurë të jashtëzakonshme që është Aristoteli. Aristotelin shumë historian të antikitetit e kanë cilësuar që jo Helen dhe janë të dhënët e kohës, por sot dhe aty e kanë futur në familjen e atyre të rekrutuarve, të blerëve, dhe kanë blerë dhe atë pa çmim, sepse ishte pra Aristoteli ka ndruar jetë prej 2000 sa viteve, kështu që pa çmim pa e kanë futur në oborrin e tyre të marrë në mënyrë abuzive grekët e sotëm, për arsye se
Aristoteli ka dëshmitë e tija personale, kur ishte në shkollën e Platonit në Athinë, ai studionte atje së bashku me në Athinasit e tjerë, së bashku me nxënës të tjerë, studentë të tjerë që ishin dhe ato Helen, por ato nuk paguanin asnjë taksë për qëndrimin e tyre në Athinë, pasi ishin shokët e tij të klasës të tij ishin Helen. Ndërsa ky duke qenë i huaj, duke qenë një varvaros, duke qenë një huaj, ai paguante taksën e lejeqëndrimit. Pra ishte i vetmi që paguante taksën e lejeqëndrimit sepse ishte i huaj në Athinë, pra nuk ishte një Helen. Pra kjo është një shumë simpatike, pasi duhet të kujtojmë një fakt tjetër që e lidh me një filozof shqiptar që ne e njohim shumë pak në Shqipëri, por që është një filozof që ka bërë historinë në Itali, historinë të themi të filozofisë të antikitetit, por që ka shkruar dhe përkthyer dhe interpretuar mes shekujve të 15 dhe 16. Në korriz të këtyre dyre shekujve, ai ka jetuar në Venecia, quhej Niccolo Tomeo. Niccolo Tomeo, apo ne i themi dhe në Shqipëri Nicola Thomai, i thojmë në Shqipëri, Nicola Tomeo, Nicola Leonico Tomeo, quhej emri i plot i latinizuar, arriti që të përkthente disa pasazhe të pakuptueshme që edhe Erasmus i Rotterdamit nuk ishte arritur që t'i kuptonte, t'i deshifronte këto pasazhe të tëra të Aristotelit që vinin nga antikiteti. Tomeo apo Nicola Thomai, ky filozof i shquar shqiptar, me familje që vinte nga Durrësi dhe ishin vendosur në Venecia, arriti të përkthente krejtësisht këto pasazhe që ja kishte kërkuar dhe Erasmus me shqipen e asaj periudhe, me shqipen e shekullit të 15-16. Pra ky ishte bashkosh pak mas Skënderbeut, pak kohë mas herit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Pra Niccolo Tomeo është një figurë gjigante këtej për filozofi në Itali, ka qenë rektor i Universitetit të Padova dhe përkthyesi më i mirë i Aristotelit. Pra ai përdori shqipen e asaj periudhe për të përkthyer Aristotelin. Imagjinojmë se sa ishte grek Aristoteli. Por të kthehemi dhe diçka tjetër që është dhe kjo shumë kurioze. Në vitin 1993, kur isha gazetar në Shkodër, unë kam intervistuar në atë kohë një profesor të nderuar që ishte Gjon Shllaku. Gjon Shllaku ka qenë përkthyesi i Iliadës dhe Odisesë. Ishte njohësi më i mirë që ka pas Shqipëria mbasi gjitha kohërave të gjuhëve antike, të antikitetit. Dhe kur e pyeta nëse kishte gjetur vështirësi në përkthimin e Iliadës, ai më tha tekstualisht: "I dashur Alban, nuk e pata të vështirë, pasi përktheva nga gegnishtja e vjetër në shqipen e sotme."